Ronaldi këtu. Kur zbriti nga makina, ti po qëndroje tek dera, po jo. Po. A pe dikë që qëndron aty? Pak më larg një rrugë, rreth 70 metra larg. Jo. Aty ishte dikush. Ishte një burr, e pash. Tash më kujtu. E çka pastaj? Pastaj kur e takova Ronaldin, duke dalë nga Koliseumi, kur e hypa në makinë, pse të mos ta ketë parë dikush brenda? Çka do thuash me dikush? Po dikush, kush do të qoftë, pse të mos ta ketë parë dikush? A menduam për këtë brenda? Unë e mendova. Në është këtu me ne, në këtë dhomë. A më ndonë se do të shpëtojnë pa u kapër. Kur sonte? Po sonte, brenda. Apo të shon se ndonjë forcë mbi natyrshme që buron nga ajo ark atje, do t'i tregoj zotri Johnston Kentley se trupi i pajetë i djalit i 20 vjeçar ndodhet brenda. Ai dashur, granë, nëse ndihesh i pasigurt në çfarëdo mënyre, do të më mirë ta bëj një lloj përmbledhje të shkurtër të fakteve, ose më mirë të them një llogaritje matematikore. Ronald Kentley, shoku i